Atëherë, sot do të trajtojmë nismën tuaj ligjore të depozituar së fundmi në Kuvend për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve, nga ajo që është cilësuar si propagandë gjinore. Atëherë, cili është thelbi i këtij projekt ligji? Pari unë do të them se ky është një projekt ligji domosdoshëm për realitetin shqiptar. Është një projekt ligj në përputhje me programin e Partisë Demokratike, me një inspiracion të qartë, qendrës së djathtë, konservatorizmit, të mbrojtjes traditës, të familjes, të vlerave, të rolit të prindërve në shoqëri, të asaj që është më e shenjtë në shoqërinë njerëzore dhe që në fundit përbën jo vetëm thjesht disa vlera, por përbën në bazën e ekzistencës së shoqërisë njerëzore, e cila bazohet në ekzistencën e familjes, se përbën një burr, një grua dhe me shpresë së Zotit më tej fëmijë. Është një projekt ligj që është paraqitur i nevojshëm, i domosdoshëm do të thënë prapë në suazën e përgjithshme të gjendjes, të situatës, të zhvillimit të shoqërisë, për të mbushur një boshllëk që thonë administracionin shqiptar. Por ama dhe garanti do të them se është akoma më i domosdoshëm pas miratimit që bëri këtu vend dhe atij projekt ligji famkeq që kjo maxhorancë, kjo rilindje solli ka shquajturës barazi gjinore, që do të nuk është një bandefare ai ligji miratuar me barazi gjinore, por ka të bëjë vetëm me cilësimin e gjendrit apo gjinisë biologjike, është thelbi i shoqërisë, thelbi i zhvillimit, thelbi i ekzistencës, me atë ta shquajturën gjendër apo gjini ideologjike fluid, e cila realisht nuk ka asgjë të bashkët me realitetin shkencor, me historinë, me traditat, me ekzistencën e njeriu, të familjes, të shoqërisë. Pra, më thoya se ky projekt ligj është një projekt ligj si një zhvillim tashmë i nevojshëm, shumë i nevojshëm për shkrimit shqiptare, dhe që është firmosur nga pjesa dërmuese e deputetëve të Partisë Demokratike, duke qenë që nga kryetari i jon, zoti Sali Berisha. Të tjerët, padyshim, gjithë janë dakord, por me pamundësi për të qenë ndoshta ato ditë që u firmosën, është firmosur nga shumica dërmuese e deputetëve të Partisë Demokratike. Edhe nga deputetët aleat me neve. Atëherë, projekt ligj që do kalojnë në Parlamentin shqiptar, unë shpresoj që do miratohet. Unë nuk e di qëndrimin që do mbajë maxhoranca, të drejtën kjo rilindje që përfaqëson grup piktesën e majtismit populist, e cila ka krijuar një situatë ambigue, të rrezikshme për vlerat e shoqërinë të saj. atëherë, zoti Sheo, në nëntor të vitit 2025, Kuvendi miratoi projekt ligjin për barazinë gjinore, një ligj i konstatuar dhe i kundërshtuar nga opozita. A mendoni se tashmë që ky ligj u miratua, projekt ligji juaj do marrë mbështetje? Shiko, projekt ligji bazohet në vlera, në koshiencën, bazohet me atë që i duhet Shqipërisë. Bazohet pikërisht si një proteksion për të mbrojtur fëmijët e të rinj nga pasojat të negative të atij ligji famkeq të shqyrtuar për barazinë gjinore që kjo maxhorancë miratoi dhe që thash që përbën në thelbin e saj është zëvendësimi i gjinisë biologjike me gjininë ideologjike. Por, pra, ne po bëjmë detyrën tonë në bazë të ligjeve tona, programit Partisë Demokratike, të konservatorizmit, të traditës, të vlerave, për të sjellë para parlamentit shqiptar në projekt ligj të tillë. A do ta miratoj kjo maxhorancë, kjo është çështja e saj. Është çështje e maxhorancës në tërësi, por ama mendoj se ky projekt ligj i sjell në të mënyrë shërbente për të sensibilizuar opinionin publik shqiptar. Por atë që rrezikohet Shqipëria në degradimin e vlerave vërteta, që pasojë e populizmit majtist, të kësaj maxhorance, e cila realisht po dëmton jo vetëm thjesht ekonominë, jo vetëm thjesht integrimin, jo vetëm thjesht marrëdhënien ndërkombëtare, por dëmton disa vlera thelbësore të shoqërisë njerëzore, të familjes, të njeriut. Zoti Sheu, kur thoni propagandë gjinore, çfarë keni parasysh? Sepse edhe edukimi mbi këtë çështje është i nevojshëm. Domethënë, ku e vendosni ju kufirin mes edukimit dhe propagandës? Jo, edukimi është i nevojshëm, por edukimi ka kufit e tij, veçanërisht në përputhje me moshën, veçanërisht në përputhje me atë që është në thelbin e shoqërisë njerëzore, me veçanërisht për sa i takon të rinjve, të cilat në periodat caktuara janë akoma të papjekur për ndryshimet, janë akoma të papjekur për të kuptuar një propagandë false dhe populiste ndaj ajo e vërteta. Pra, ky ligj synon të mbrojë moshat
nga e moshës parashkollore dhe në moshën 18 vjeçare, nga këto interferencat të kësaj propagande, e cila mund të krijojë indoktrinimin e të rinjve dhe të rrezikojë pasaj jo thjesht shoqërinë, por veçanërisht të rinj, të prekur nga elemente të cilët në papikurinë e tyre janë të paaftë të gjykojnë, të marrin vendime të rëndësishme, të cilat mund të marrin me mosha të tjera kur të arrin pjekulinë e plotë të një njeriu në shoqëri. Pra, synon të mbroj ata të cilët mund ballafaqohen me propaganda të papërshtatshme për moshën, po nivelin e gjykimit, është normale çdo moshë ka nivelin e gjykimit të saj, dhe pretendon të gjë pasaj më tej moshave të tjera dhe pjekurisë më tejshme. Kjo është elementi i parë. Së dyti, synon të ndaloj kategorikisht gjitha alternativat për ndryshimin e seksit, qoftë psikologjike, qoftë kirurgjikale, qoftë medikamentoze, deri në moshën 22 vjeçare. Sepse pjekuria hormonale e njeriu është një pjekuri e cila zgjatet në vite, që thuhet që mesatarisht duhet të përfundojë të mos është 22 vjeçare. Kjo është një dhënë shkencore që duhet aplikuar, pra ndalon këtë gjë. Dhe e treta që ka shumë rëndësi, ky ligj përson rolin e prindit, rolin e familjes. Në të gjitha veprimet dhe të gjitha propagandën, në të gjitha elementet në shkolla, pra të tikon parasimin para universitar, në të cilat të preken këto element sensibël të gjinisë, të kundërvënies me familjen tradicionale, burrë dhe grua, të ndryshimit të seksit e tjera me radhë, kërkohet miratimi i familjes dhe fëmijës. Ç'të keq ka të kërkohet miratimi i prindit? Absolutisht asgjë, sepse ajo që është shenjë për njeriu është familja, dhe familja përbëhet nga prindërit dhe fëmijët. Pra, në përsinë e saj, ky ligj synon edhe të gjithë të forcojë rolin e familjes, rolin e prindit, në ato për të përcaktuar kush janë rreziqet të cilat mund të ballafaqohet fëmia në një moshë akoma të papërshtatshme për ta. Pra, do të thoya se është në përshëndetje një ligj kompleks, një ligj i cili kërkon të mbrojë vlerat, kërkon të mbrojë gjithashtu dhe familjen dhe të forcojë rolin e prindit në edukimin e fëmijëve. Zoti Sheu, a ekziston rreziku i keq interpretimit të këtij ligji në terren sepse mund të sjellë reagime për çështje si diskriminimi apo dhe të tjera? Shiko, ky ligj nuk ka asnjë diskriminim. Ky ligj kërkon të mbrojë. Të mbrosh nuk do të thotë diskriminosh. Ky ligj kërkon të mbrojë fëmijët, moshat e reja nga një propagandë e papërshtatshme për ta. Unë mendoj se të kërkosh të mbrosh moshat e reja, të ndalosh të mos aplikohen ndërhyrje në ndryshimin e seksit kur nuk arritur pjekurinë hormonale e njeriu, duke se nuk është diskriminim, përkundër mbrojtje. Të kërkosh të pengosh një propagandë pro aborti, që është një propagandë kundër jetës, në moshat e shkollës, në moshat e një fëmijë, e një atëriu, e një adoleshenti, padyshim mund duket është fjalë masa mbrojtje, jo diskriminimi. Të më thuash dhe të gjykosh që për edukimin e fëmijëve në shkolla duhet të marrë konsensusi i prindërve dhe familjes, mund duket se nuk është diskriminimi, përkundër është forcimi i familjes. Diskriminimi është e kundërta. Diskriminimi ishte e kundërta, ishte diskriminimi i familjes, ndaj prindërve, ndaj vlerave, ndaj shoqërisë, ndaj jetës. Është ajo që do të kuptojmë. Ligji nuk synon të diskriminojë kërkon, absolutisht, por kërkon të mbrojë fëmijët dhe të rinj në një propagandë që është e papërshtatshme për ta për moshën e kanë dhe për nivelin që ka. Po thuash se të ndalosh pjesëmarrjen e fëmijëve në për aktivitete në cilat propagandohet familja homo, propagandohet se mësimi i temave studime nënë dhe baba me prindin, me fjalët prindin një dhe prindin dy. Të përfshim që nuk është të diskriminash, është të mbrosh fëmijët. Kanë kohë, pastaj njerëzit të piqen, të formohen, të kenë kushticën e tyre, të gjykojnë për rrugën më që duhet fëmijët. Po neve ligji kërkon të ndalojë ekspozimin e fëmijëve, ekspozimin e të fëmijëve në mosha papërshtatshme dhe propagandave të papërshtatshme për nivelin e tyre të zhvillimit intelektual, arsimor, hormonal dhe gjitha me radhë. A keni pasur konsultime me organizata ndërkombëtare apo me ekspertë? Shiko, ne kemi pasur, unë mendoj se ky është një debat i madh sot. Ky ligj ndjek parimet e përgjithshme, pra asaj që shumica të rrëmuese vendeve europiane dhe botërore kanë parimet e përsëri të familjes që përbëhen në një burrë dhe një grua dhe me shpresë të zotit publik, të cilët kërkojnë të kufizojnë apo të kontrollojnë abortin, të cilët kërkojnë që
Dyshimi i seksit mos jetë një metodë që nuk bëhet çuditshëm, por të bëhet vetëm e bazuar në momente mbas-pjekjes hormonale dhe me metoda shumë të përcaktuara shkencore ndërkombëtare. Të kërkosh të thuash që prindërit do të jenë aktiv në edukimin e fëmijëve, mendoj se kanë parime të përgjithshme të shoqërisë së shëndosur. Pra, është një element kryesor. Për shembull, them të gjë. Proponimi i ligjit janë marrë parasysh padyshim dhe legislacionet e tjera të vendit Bashkimit Evropian, të cilët janë të afërta, janë të njëjtat në disa raste me një projekt ligji që kemi çuar. Por ama kryesore është ne kemi bazuar te traditat, te historia e Shqipërisë, e shqiptarëve, te besimi shqiptarëve te familja, te prindi, tek ajo koncepti i madh që thon kudo që familja është e shenjtë, tek elementi bazë që thotë që gjinia bazohet mbi biologjinë dhe jo mbi ideologjinë. Pra, jam bazuar mbi të kolonat të mëdha të shoqërisë njerëzore. Padyshim me teksoj që janë marrë për baza edhe elemente të tjera të cilët lidhen me legislacionin e vendeve të tjera, veçanërisht vendet të Bashkimit Evropian, por edhe të shtetet të ndryshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe me vendime federale të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe gjykatës federale të këtë çështje. Atëherë, zoti Sheu, ligji për barazinë gjinore u miratua në kuadër të reformave për integrimin në Bashkimin Evropian. A është ky projekt ligji miratuar në përputhje me rekomandimet e Bashkimit Evropian? E para që aty është gënjeshtër. Nuk është e vërtetë. Ligji për barazinë gjinore nuk është në asnjë nga akti komunitar. Absolutisht. Nuk ka asnjë kërkesë të Bashkimit Evropian të zëvendësuar gjininë biologjike me gjininë ideologjike. Është gënjeshtër e madhe. Kjo është një gënjeshtër e madhe marxiste populistë, të cilët kërkojnë të ndryshojnë thelbin e shoqërisë njerëzore. Dhe kjo është një gabim trashanik. Nuk ka asgjë të vërtetë. Ligji jon është mbështetet legislacionin me shumë vendime të Parlamentit Evropian, mbështetet me legislacionet e vendeve të tjera antar të Bashkimit Evropian. Dhe në asnjë pikë nuk vjen ndesh me parimet e Bashkimit Evropian dhe në asnjë pikë nuk vjen ndesh me konditat e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është gënjeshtër të thuash kundërta. A është personale apo strategji e Partisë Demokratike në kuadër dhe shtyllave të programit tuaj pro familje? Keni parë ligjet firmosën në shumicë e deputetëve të Partisë Demokratike, duke filluar nga kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Dhe ky ligj është përputhje si pas me programin e Partisë Demokratike. Shikoni, në statutin e Partisë Demokratike duhet qartësisht që Partia Demokratike mbron familjen tradicionale të përbërë nga një burrë dhe një grua. Pra, është një parime të bazë të Partisë Demokratike. Partia Demokratike është një parti e qendrës së djallë, e bazuar me principe konservatore që lidhen me jetën, familjen, shoqërinë, ekzistencën, edukimin e fëmijëve. Është një parti e cila mbron këtë parime me forcë dhe bazohet në këtë parime. Pra, ky ligj është krejtësisht në përputhje me programin e Partisë Demokratike dhe me vlerat e Partisë Demokratike. Dhe unë shpresoj se është dhe them se pa asnjë dyshim që është përputhje me vlerat, idealet dhe vendimet e shumicës dërmuese shqiptarëve. Zoti Sheu, a jeni hapur për ndryshime nëse do të përballeni me kritika nga grupet e interesit apo edhe nga kolegët tuaj në kuvent? Varet çfarë ndryshime kërkohen. Nëse kërkohen ndryshime esenciale, padyshim që jo. Nëse kërkohen ndryshime rregullatore, termash, e çfarë, padyshim që jemi të hapur për çdo, por mos e diçka. Ne këtë ligj e publikuam kohë përpara. Mos kërkuam brejtjet, kërkuam mendimet anal. Mendime disa kanë dërguar, i kemi marrë parasysh. Pra, është bërë një shpallje në opinionin publik për këtë projekt ligj. Disa të muaj mos gabohen përpara se në një projekt ligj definitiv. Megjithatë, padyshim, projekt ligji do kalojë në komisionet parlamentare, do kalojë në seancë plenare. Shpresoj që do kalojë me sukses, shpresoj që majoranca do të presim mendje, do të bëjë vetë dhe nuk do të kërkojë të kundërgjit opinionit të përgjithshëm të hapur të qartë të shqiptarëve në tërësi. Zoti Sheu, ju falenderoj dhe një pyetje për ta përmbyllur jashtë kësaj teme, doja të pyesja si komentoni zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike dhe faktin që Berisha është i vetmi kandidat? Zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike për zgjedhjen e kryetarit demokratike janë në përputhje të plotë me statutin e Partisë Demokratike.
Krejtësisht në përputhje me kjo. Unë kam shpërë për kohësh që unë do të Berishën. Pavarësisht nga kandidatët që mund të ishin, unë do të vërej të Berishën, pra për mua të nuk dushon asgjë. Por, do të theksoj që çdo veprim, çdo zhvillim i sotëm është në përputhje me statutin e Partisë Demokratike. Sali Berisha është, për mendimin tim, është ai që duhet të drejtojë Partinë Demokratike, ai nuk drejton vetëm Partinë Demokratike, drejton opozitën shqiptare, është ai që drejton lëvizjen kundër regjimit dhe unë mendoj të gjykoj, ky është gjykimi i Tretan Shehut, që ai është personi i duhur që në këtë moment i duhet Partisë Demokratike, i duhet opozitës shqiptare, i duhet për rivendosin demokracinë dhe përballjes me regjimin.